Edhe këtë të martë, teksa antarët e opozitës së Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve ishin në sallën e Kryesisë së Kuvendit, mazhoranca ka refuzuar, duke mos u paraqitur në këtë mbledhje. Në deklaratën e tij për mediat nga Kryesia e Kuvendit, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, tha se nuk ka ndodhur kurrë që të vënohet shqyrtimi i kërkesës nga Këshilli për rregullorin e mandateve për një periudhë 2 javore, me pretendimin absurd se e pandeura ka kërkuar 3 javë për të mbrojtur. Sipas tij, zëvendësja e Ramës, Belinda Balluku, po intimidon dhe po prish provat. Antarëve të mazhorancës në këtë këshill, të cilët janë fshehur dhe i ikim përgjegjësisë tyre për shqyrtuar kërkesën e prokurorisë, e cila është e ngutshme për shkak se siç ka provuar prokuroria e pandehura krau i djathtë zëvendësja e Edi Ramës është duke intimiduar dëshmitarë dhe duke prishur prova. Sot mbushen fiks 2 javë nga momenti ku prokuroria ka kërkuar heqjen e imunitetit zonjës Balluku. Akti i mazhorancës në kuvend është një akt i pa precedent, nuk ka ndodhur kurrë që të vonohet shqyrtimi i kërkesës nga Këshilli 2 javë, me pretendimin absurd se e pandehura ka kërkuar 3 javë për të mbrojtur. Bardhi theksoi se pas zyrës së kryeministrit edhe e kuvendi është kthyer në një zyrë avokatie për zëvendës kryeministrin dhe ministrin e infrastrukturës Belinda Balluku. Me sa duket, pasi kthyen zyrën e kryeministrit në zyrë avokatie, po kthejnë edhe zyrat e kuvendit në zyrë avokatie për Belinda Ballukun. Sigurisht që të 5 antarët e opozitës në Këshill as nuk do të lollen, as nuk do dorëzohen, do të vazhdojnë të kërkojnë thirrjen e mbledhjes së Këshillit, dhe apeli im sot shkon edhe një herë për kryetarin e kuvendit që të mos pengojë drejtësinë dhe të njoftoj rendin e ditës, njoftoj të pandehurën, njoftoj prokurorinë e posaçme që të kemi mundësi të shqyrtojmë kërkesën dhe të japim prokurorisë autorizimin për të vepruar në përputhje me kushtetutën dhe me ligjin. Partia Demokratike ka kërkuar mbledhjen e Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve në datën 6 janar 2026 në orën 11, ku kërkon shqyrtimin e imunitetit të Belinda Ballukut, pasi SPAK ka kërkuar heqjen e imunitetit të saj.